këtyre karteleve, Edi Rama ktheu dje përgjigje. Vendet të cilat na përmendin drogën të shohin veten e tyre se kanë më shumë se ne. Kjo është tipike përgjigja e një padrinoje. Kjo është tipike përgjigja, reagimi i një njeriu në rreth të kuq, i cili pasi ka humbur çdo shpresë se mund të dalë nga rrethi i kuq, fajson të tjerët për çka është autor dhe përgjegjës kryesor. Është e vërtetë se droga dhe trafiku i drogës është një fenomen botëror. Është një fenomen rajonal, europian dhe botëror. Por është e vërtetë se në hartën e drogës në Europë nxin më shumë se çdo vend tjetër narkoshteti i Edi Ramës dhe vetë Edi Rama. Është e vërtetë se droga është një problem për të gjitha vendet. Por është e vërtetë nga ana tjetër se droga